Sezoni turistik në Himar pritet të sjellë surpriza të shumta. Kryetari i Bashkisë Vangel Tavo bëri të ditur gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora se gjatë sezonit veror do të organizohen 2 aktivitete në javë, të cilat synohet të vijojnë përgjatë gjithë vitit. Sipas tij, qëllimi është që Himara të kthehet në një destinacion të vizitueshëm për 12 muajt e vitit, duke synuar që në të ardhmen të mos flitet vetëm për një sezon turistik të kufizuar, por për një turizëm gjithvjetor. Tavo theksoi se qeveria po e mbështet fuqishëm Himarën, njësoj si edhe investitorët privat në sektorin e hotelerisë, me synimin për të ndërtuar një turizëm cilësor dhe elitar. Sikurse e kishim deklaruar që surprizat do ishin pafund në këtë çelje të sezonit turistik. Për sot kishim lënë show-un me dron edhe Konstantinos Argyiros, këngëtari minjor grek, këtu në Himar. Pa dyshim thash është fundi për sot, po ky nuk është fundi sepse ne që këte tutje në vazhdim kemi pothuajse 2 aktivitete në javë. Kështu që dhe këto aktivitete nuk mbyllen vetëm në sezonin veror, por do vazhdojnë dhe gjatë gjithë vitit, sepse e kemi deklaruar her pas here, qëllimi, objektivi i Bashkisë së Himarës është që Himara të jetë e vizitueshme për 12 muajt e vitit, në mënyrë që vitin tjetër ose 2028 të mos flasim më për sezon turistik, por të flasim për një turizëm gjithvjetor. Ky është qëllimi jonë dhe unë them se mund t'ja dalim. Po punojmë fort në këtë drejtim, bashkë me stafin, bashkë me mbështetjen e jashtëzakonshme të qeverisë dhe me investimet padyshim të faktorit privat, pra të investitorëve privat, sidomos në sektorin e akomodimit pra të hotelerisë. Kështu që unë shpresoj shumë që të kemi çdo vit një turizëm në numër më të madh, por ajo çka është më e rëndësishme për ne nuk është vetëm numri, por është cilësia. Një turizëm elitar në Himar. Himara mund ta bëjë këtë gjë, Himara e meriton këtë gjë, i ka të gjitha mundësitë. Jam shumë i bindur që shumë shpejt në Himar do të shikojmë një ndryshim rrënjësor, cilësor drejt një turizmi elitar. Kryetari i Bashkisë së Himarës Vangel Tavo shtoi se së bashku me stafin e tij kanë punuar për të sjellë një vizion të qartë mbi zhvillimin e turizmit në zonë. Sipas Tavos, Himara duhet të ngrihet në nivelin që meriton për të shndërruar në margaritarin e turizmit në Shqipëri dhe në Mesde. Unë jam përpjekur të sjell një idenë time se si unë e mendoj zhvillimin e turizmit në Himar. Bashkë me stafin e bashkisë, cilin e falenderoj sepse e kam mbështetje të vazhdueshme, jemi përpjekur të gjithë që të bëjmë maksimalen për ta ngritur Himarën në atë nivel që e meriton, dhe të jetë margaritari i turizmit në Shqipëri dhe në Mesde. Dhe po ja them prapë që jam i bindur që shumë shpejt realisht Himara do të jetë një nga destinacionet më të preferuara turistike, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Në përfundim të intervistës së dhënë për televizionin 6+1 Vlora me gazetarin Ermal Sika, kryebashkiaku i Himarës Vangel Tavo drejtoi një ftesë për të gjithë vizitorët. Ftesa mbetet për të gjithë ata që na ndjekin, që të vinë në Himar, të bëjnë pushime dhe të marrin të ikin me kujtime të jashtëzakonshme që do i rikthejnë përsëri në Himar për të përjetuar kujtime të tjera të jashtëzakonshme. Himara ka gjithmonë surpriza, ka gjithmonë kujtime dhe ne slogani i Himarës është ky që sapo e thatë ju, që ejani në Himar aty ku dielli prek detin, dhe në fakt dielli në Himar prek detin.